Do të mbështesim të gjitha aplikimet apo projektet të cilat janë investimet në sera, pemë frutor, vreshta, stalla, mekanik bujësore, linja e përpunimit të produkteve, akvakulturë detare dhe agroturizëm. Do të hapim investime për thirrje të reja, të cilat janë për fermerët e ri, të cilët do të mbështeten me 10 milion lek ose 10.000 euro grant, ku kryesisht do të jetë në blegtori. Për ndërtimin e staneve për blegtorët me grant diku tek 3 milion lek, për pajisje makineri bujësore me grant 500.000 lek, ku përfshihen të gjithë tankrat dhe ruajtjen e qumshtit, të cilët do të mbështeten edhe për vajin e ullirit. Pra tankrat për vajin e ullirit dhe për qumshtin. Prioritetet do të jetë në blegtori, ku në gjeth nga 10.000 lek në 12.000 lek, për të imtat nga 1.200 lek në 1.500 lek, ku dyfishohet për bletën nga 1.000 lek në 2.000 lek, që është një nga mbështetësit që ne kemi dhënë bletarisë për shkak të edhe të rëndësisë që ka. Ne kemi një numër rreth 600.000 koshere, duhem që ta shtojmë të numër për ta çuar deri në vitin 2027 në 1 milion. Pra është një numër cili mendojmë që një sektor mbështetës në këtë mënyrë është dhe mënyra të cilët ne kemi përafruar. Për të parë i japim 7.000 lek për dosën në sektorin e rritjes së derrit. Pra është një masë e re, cilët e kanë adresuar fermerët për të qenë edhe kjo masë në skemën e kombëtare.